Mirë se erdhët të dashur virgjëreshë në Letra të Fej, jam Diana dhe do bëj leximin e radhës për ju. Pyetja ime e zakontë, tashmë hera e dytë që po e bëj, është çfarë në pret në ditët në vijim apo në javën që po vjen. Dhe fillojmë me këtë parë, letrën e parë të dashur. Është një ndjesi zhgënjimi, ose ta them një realiteti i ftohtë. Mund të jetë një situatë që nuk del, apo nuk ka dalë si që prisje, një person që të ka lënë me boshllëk apo po të lënë me boshllëk, ose një vërtet që nuk është e lehtë për të pranuar. Pret diçka nga dikush dhe nuk të vjen. Një lidhje që nuk të jep më atë që të jepte, ose kupton që ke investuar kot në diçka. Kjo nuk është fundi të dashur virgjëresh, në fakt është zgjim, është një fillim. Letra e dytë, çfarë duhet të kap, ku duhet të kesh kujdes? Këtu të një figurë kogja e fortë, por është kontrolluese. Do të thosha pak si ne virgjëreshat. Mund të jetë tipo mban gjithçka nën kontroll, ose një person që kërkon të dominojë situatën. Po jep shumë, por edhe po pret që gjërat janë sipas teje. Një person që të ndikon në mënyrën e vet, ose një situatë ku kontrolli po bëhet më i rëndësishëm se ndjenja. Kujdes të dashur virgjëreshë, kjo vlen për të gjithën e virgjëreshat, kontrolli tepërt prish balancën. Tani, letra e tretë, ja ku kemi virgjëreshën, është hermit që pasqyron virgjëreshën. Këtu vjen tërheqja dhe lloji reflektimi. Mund të jetë largimi i përkohshëm nga dikush, një periudhë ku qëndron më shumë me veten, me mendimet e tua, ose nevojë për qartësi pa zhurmë. Nuk ke më dëshirë të përfshihesh në drama, kërkon përgjigje brenda vetes ose distancohesh për ta kuptuar çfarë do realisht. Letra numër 4, çfarë duhet të bëni konkretisht? Virgjëreshë, mesazhi kryesor drejtësi dhe vendim i pastër. Duhet të shikosh faktet, jo emocionet, marrësh një vendim të drejtë për veten dhe të vendosësh kufi të qartë. Shembull konkret që mund të jap kjo letër thotë nëse diçka nuk është e drejtë, mos e prano. Nëse dikush nuk të trajton si duhet, vendos kufi. Nëse situata është e paqartë, kërkoje të vërtetën. Mos justifiko atë që nuk është në rregull. Këshilla finale e Oracle Lenormand. Kjo tregon diçka e fshehur, informacion që nuk e ke ende ose një vërtet që do të dalë më vonë. Kujdes, mos nxirr përfundime pa i ditur të gjitha. Mos beso çdo gjë në sipërfaqe dhe jepi kohë gjërave të dalin vetë. Të dashur virgjëresh, pra, këto ditë janë për të parë të vërtetën pa iluzione. Çfarë nuk funksionon, kush po kontrollon dhe pse, dhe çfarë nuk po të thuhet ende. Mos merr vendime me gjysmë informacione. Prit të shohësh gjithë pamjen, gjithë fotografinë, dhe do jetë momenti i duhur për ju të bëni gjën e duhur për ju, që absolutisht do jetë në të mirën e juaj.